Shkupi 1912-1913, qyteti që u mor me ushtri dhe u mbajt me frikë. Më 26 tetor 1912, ushtria serbe hyn në Shkup gjatë luftës së parë ballkanike. Në narrativën zyrtare të Beogradit, kjo paraqitet si çlirim nga perandoria osmane. Por për popullsinë shqiptare të qytetit, ajo datë shënon fillimin e një periudhe represionit të hapur. Shkupi në vitin 1912 ishte një qytet me përbërje të madhe shqiptare dhe muslimane. Lagje si Çajiri, Topana, zona e Bit Pazarit, si dhe shumë fshatra përreth, përbënin përthamën urbane shqiptare. Tregtia, zejtarët, një pjesë e administratës lokale dhe jetës shoqërore, ishin të lidhura me këtë komunitet. Hyrja e ushtrisë serbe nuk u shoqërua me përpjekje për stabilitet civil. Përkundrazi, sipas raporteve të kohës, menjëherë filluan masat represive. Çfarë ndodhi në ditët e para? Brenda pak ditësh pas 26 tetorit, filluan arrestime masive të shqiptarëve civil. Burra u morën nga shtëpit, nga pazari dhe nga rrugët. Nuk u lëshuan urdhra gjykate, nuk u hapën procese individuale. Arrestimet kishin karakter kolektiv. Nuk kishte hetime konkrete për secilin individ. Përkatësia etnike dhe fetare mjaftonte për t'u konsideruar elementi rrezikshëm. Ky model është i dokumentuar në shumë qytete të pushtuara gjatë luftrave ballkanike. Lagjet nën presion. Çajiri. Në Çajir, sipas dëshmive të mbledhura më vonë dhe raporteve të kohës, shumë burra shqiptar u arrestuan natën. Disa u pushkatuan, disa u zhdukën pa gjurmë. Familjet nuk morën as njoftim zyrtar, as trupat e të afërmëve. Ky lloj operacioni kishte një funksion të qartë, të thyente strukturën familjare dhe autoritetin e komunitetit. Topana. Topana ishte lagje me traditë zetarie shqiptare. Pas hyrjes së ushtrisë, shumë dyqane u mbyllën me forcë. Pronar u arrestuan. Aktiviteti ekonomik shqiptar u paralizua. Kjo nuk ishte vetëm dhunë fizike, ishte goditje ekonomike. Një komunitet i dobësuar ekonomikisht bëhet më i kontrollueshëm politikisht. Bit Pazari. Bit Pazari si qendra kryesore tregtare u bë skenë demonstrimi force. Sipas burimeve të huaja, shqiptar u rahën publikisht. Disa u ekzekutuan pa gjyq. Trupa u hodhën në lumin Vardar. Hedhja e trupave në lum kishte efekt të dyfisht. Fshite provat dhe përhapte frikë. Dëshmi ndërkombëtare. Ngjarjet e Shkupit nuk mbetën të padokumentuara nga të huajt. Leon Trotski. Gjatë luftrave ballkanike, Trotski raportonte si gazetar nga rajoni. Në shkrimet e tij për Ballkanin, ai përshkruan terrorin ndaj popullsisë muslimane, përfshir shqiptarët, pas hyrjes së ushtrive serbe në qytete si Shkupi. Ai përmend ekzekutime pa gjyq, ndëshkime kolektive, dhunë sistematike ndaj civilëve. Edith Duram, e cila vizitoi rajonin dhe shkroi gjerësisht për shqiptarët, thekson se gjatë luftrave ballkanike, civilët shqiptar u trajtuan si fajtor kolektiv. Ajo përmend djegje fshatrash, represion dhe masakra në territore ku ushtrit serbe hyn. Raporti i Komisionit Ndërkombëtar të Carnegie 1914. Ky raport është një nga dokumentet më të rëndësishme ndërkombëtare për luftrat ballkanike. Ai konstaton vrasje masive, djegje shtëpish, ndëshkime kolektive, shkelje të rënda ndaj popullsisë civile muslimane. Shkupi dhe rajonet përreth përfshihen në këtë kontekst. Këto nuk janë burime lokale, janë dokumente ndërkombëtare.
Numrat dhe mungesa e listave. Nuk ekziston numër zyrtar i viktimave për shkupin 1912-1913. Burime të ndryshme flasin për qindra, disa mijëra shqiptar të vrarë ose të zhdukur në Shkup dhe rrethin. Por mungesa e regjistrave është pjesë e vetë problemit. Pa lista nuk ka vare me emra, pa vare nuk ka përkujtim. Pa përkujtim, historia dobësohet. Pse ndodhi? Shkupi ishte qytet strategjik. Kontrolli i tij ishte kyç për shtetin serb. Për ta siguruar kontrollin duhej të friksohej popullsia shqiptare, të dobësohej struktura e saj ekonomike, të largoheshin figurat me ndikim. Kjo është arsyeja pse represioni ishte i përqendruar pikërisht në lagjet shqiptare. Ky është përfundim historik. Nuk u ndëshkua një individ të veçantë me prova të qarta. U ndëshkua një komunitet i tërë për shkak të përkatësisë së tij. Shkupi i vitit 1912 nuk u mor me referendum, u mor me ushtri, nuk u konsolidua me ligj, u konsolidua me frikë. Shumë prej atyre emrave që u morën nuk u regjistruan. Trupat e shumë prej atyre që u vran nuk u kthyen. Lagjet shqiptare u zbrazën gradualisht. Dhe sot, kur ecën në Përçajir, Topan e Bit Pazar, ecën mbi shtresa historie që u dokumentuan nga të huajt, u përjetuan nga shqiptarët, por nuk u përballën kur me drejtësi. Kjo nuk është histori urrëtieje. Është histori dokumentash, sepse pa dokumenta nuk ka përgjegjësi. Pa përgjegjësi nuk ka pajtim. Dhe pa pajtim, historia mbetet e hapur. Ky ishte Shkupi 1912-1913. Jo siç u shpall, por siç u përjetua. Dhe këto janë rrëfimet e eshtura, aty ku e vërteta nuk ndalet.